do t'jem kryesor që do t'a bëjmë barën kryesore në Super League. Pra me këto rezultate që shqipam në start. Unë, si që dha dhe treneri Smet, Prishtina ka bo një merkato të mirë, Prishtina dhe sezonin e kalum ka kultivu një futbol mjaft mirë, mirë po ja që ndoshta në fund rezultatet edhe nuk e kanë ndjek, mirë po shqesën në lojën e parë, që është në start tani më edhe lojën e ka, dhe ne presim këtë sezon që Prishtina do t'jetë një arë e fortë edhe ndindër kandidatët potencial së bashku me Dritën, Malishevën dhe disa ekipe tjera që do t'i bashkangjitën gjatë rrugës, me qenë se është herët gjiroja e parë, mirë po mendem se këto skuadra do t'jenë konkurrentë për kreun e tabelës, mandej do t'kemi edhe luftë në fundin e tabelës, ku shihet edhe treneri Smet tha se prej vushtrisë kum prit më shumë, unë nuk kum prit më shumë, të i pas për bazë gjitha ato telashe që i kanë pas edhe në barash gjatë pushimit dhe në fillim të kampionatit, çështjes organizimit edhe finansave, kështu që nuk kum prit diçka më tepër. Për Feroniklin mendoj se kum prit pak më tepër, mi po jashtë Gjilani si vjetë po më duket se do të jetë një Gjilan ketë më ndryshe se sezonin tjetër.